E pra të dashur miq të mi, ja ku po ritakohemi në këtë natë entuziaste, i dashuri dhe i preferuari tashmë i të gjithë shqiptarëve, të cilit me patë drejtë ju morë fitoria në një farë mënyre, po ndajnë fotot e para bashkë. Mateo dhe Brikena kanë vazhduar që të jenë bashkë edhe pas përfundimit të spektaklit në skenë. Me njëherë kam bëritur nëna e Mateos, kam bëritur baba i Mateos, motra e Mateos, ku gjatë kohës në fakt kur Mateo ka dhënë intervistën, ato kanë shkëmbyer edhe fotografi, gjë të cilat do t'i sillen me sa unë e di Top Albania Radio në ditën e nesërme. Mateo dhe Brikena janë të lumtur, edhe pse Brikena në fakt u thye në shpirt nga që Brikena e dinte të vërtetën dhe nëpër të gjitha sondazhet e hapura këtë gjë duhet ta pranoj, Mateo ka qenë më i votuari për ta fituar këtë Big Brother, por ishte në një ashpërsi të madhe me Selin. Gjithsesi, edhe fitoria e Selinës ishte një fitore e merituar, siç e tha më parë, do të thënë ka sakrifikuar për këtë lojë. Siç duket, dashuria e Mateos dhe Brikenës mori sonte rrugën e tyre të bukur. Unë dua që t'i ndaj këto fotografi me ju, pasi që Brikena ka marrë edhe një buket të madh me lule të bardha, siç duket i ka ardhur ky buket nga familja e Mateos, të cilët sonte edhe në një farë mënyre e pritën me shumë dashuri Brikenën në familjen e tyre. Mateo vërtet nuk e fitoi çmimin e madh për 100.000 eurosh, nuk ka qenë protagonist për ta fituar, nuk e ka përmendur asnjëherë, gjithmonë ka thënë që unë në Big Brother kam hyrë për rrugtimin tim, për ëndrat e mia, por jo për të fituar çmimin e madh. Nëse është përmendur çmimi i madh nga goja e Mateos, ka filluar që të përmendet sonte, pasi që është pyetur nga Ledioni, por do të thënë që Mateo të lufton dhe të ulëret në shtëpi për shembull siç bënte Rogerti, nuk ka ndodhur. Brikena dhe Mateo duke që janë shumë të lumtur të dy së bashku, duke që tashmë do të na kënaqin në rrjetet sociale, duke ndarë fotografi, duke ndarë momente nga përditshmëria e tyre, nga jeta e tyre, nga momentet e tyre të bukura që ato të dy do të kalojnë bashkë, por fillimisht unë vendosa që të sjell pranë jush një fotografi që është shkrepur në fakt nga fansat. Mateo ka përzgjedhur që ta pudh Brikenën, ta përqafoj dhe e kanë mbyllur këtë rrugtim të bukur me një puthje në buzë. Çfarë fitoi Mateo nga ky Big Brother dhe Brikena? Unë them që Mateo dhe Brikena fituan dashurinë e vërtetë të publikut, fituan këtë Big Brother, pa marrë parasysh që nuk morën trofeun me 100.000 euro, ato morën publikun. Edhe një herë Mateo e dëshmoi se pa marrë parasysh që Selina ishte fituese, ai tregoi një edukatë jashtëzakonshme dhe i qëndroi deri në fund kësaj përmbylljeje të kësaj natës, kësaj finales kaq të madhe. Do të thënë dashuria vazhdon dhe triumfon. Këto fotografit janë më të bukura që janë shkrepur sonte nga ky çift.